Ju përshëndes gjithëve, shpresoj të jeni mirë. Sot, me qenë se ditë plazhi, doja të bëja një pyetje tepër serioze dhe të rëndësishme. A keni dëgjuar ndonjëherë për guru? Pra gurut, ata gurut indian ose gurut të tjerë. Kanë lindur në Indi gurut, por ka edhe në vende të tjera, ka edhe në Itali, bile edhe në Amerikë. Dhe doja t'ju pyesja, çfarë mendimi keni për ta? Ju pyes sot sepse sot do të keni më shumë mundësi që të kërkoni, meqense sot ditë pushimi ose ditë plazhi nëse është edhe për ju, nuk e di, nëse bilet do t'ju uroja pushime të këndshme nëse bëni pushime ose kur do t'i bëni, megjithatë doja të flisja për këtë argument sepse është tepër i rëndësishëm. Ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni brenda lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi përbashkë. Nuk mund t'ju lija sot pa informacione, ndonse jemi me pushime, por doja t'ju flisja për gurut. E dini se çfarë force kanë gurut, pra këta guru, këta njerëzit që janë mendimtar, ose kanë ndjekës me mijëra ndjekës ose miliona ndjekës, që janë njerëz, si mund të quhen, si ata pleqtë e motshëm shqiptar që i dëgjonin që të gjithë. E njëjta gjë ndodh me këta. Por unë do t'ju tregoj për historinë e Saj Babës. Saj Baba, që shumë prej jush e njohin, ka shumë shqiptar që e ndiqnin këtë deri në vitin 2011 kur ai vdiq. Bile ka disa që mund të japin edhe jetën. Shqiptarë po flas. Bile disa më kanë, kur fola për këtë gurun para disa kohësh, që thash në një video, rastësisht u fola, më kanë një 2 gra dhe një burr, nuk e di, një mashkull, paktën kshu ishin këto të shkruar këtu në YouTube, më masakruan, sepse kujtoni sikur unë kam me Saj Babën. Mos më pëlqet fare as për Saj Babën, as për këdo. Sepse ka disa, nëse ju besoni që ka iluzionist si puna ime që ja u hedh njerëzve, gabojeni, sepse unë jam thjesht një artist. Unë bëj sikur ja u hedh njerëzve, sepse jam një artist. Bëj një art që është iluzionizmi. E bëja dikur. Mirë, po ka disa, për shembull këta, gurut, por edhe disa politikan, për shembull, që ja u hedhin njerëzve pa hapur dhe mbyll syt. Pra ja u hedhin vërtet. Jo me shaka si puna ime. Ndaj ndiqeni me kujdes këtë që do t'ju them, se është një material shumë i rëndësishëm. Saj Baba ishte që i vogël, ai ishte i llastuar, që i vogël. Dhe në moshën 11-12 vjeçë, 12 vjeç ai filloi që të vinte. Por me kalimin e kohës pastaj, krejt rastësisht kishte kuptuar që nëse do thoshte që ishte i ndryshuar nga një qenie ose nga një zot apo nga një perëndi, atë do ta mbanin afër njerëzit, pra burrat, meshkujt e mëdhenj apo gratë. Dhe fillonin që t'i bënin dhurata të vogla. Nga momenti që ai thoshte që kishte dhunti mbi natyrore. Dhe kështu e filloi karrierën e tij, dal nga dal. Po e dini se si pastaj vazhdoi ai më vonë. Ai, meqense ishte një njeri i famshëm dhe filloi që t'i bënin dhurata gjithandaj, i bënin dhurata edhe këta mafiozët. E dëgjuat mirë. U zbulua më vonë kjo, por mafiozët i bënin dhurata. Tani nuk më intereson fare nëse shumë prej disa prej jush mund të fillojnë tani sepse e adhurojnë këtë Saj Babën. Do fillojnë tani të më thonë, po ti çfarë, unë po them ato që janë zbuluar, nuk është se i shpika unë nuk po shpika asgjë, kështu që duhet ta nënvizoj këtë. Dhe Saj Baba, duke u lidhur me këta mafiozët nuk dini se si ti shpërdoronin lekët, sepse disa prej lekëve do bënin gjëja sikur ja jepnin atij, jepnin një farë lek, e kupton? Gjëja sikur ja kishin lënë njerëzit dhe ai merrte i transformonte këto para në flori, pra në arë, sepse shkonte dhe blinte arë, dhe mafiozve pjesën që u takonte, që kishin rënë dakord, ja u jepte në arë, jo të gjitha. Dhe kështu bënde. Por ai si do t'ja bënde, sepse kuptoi që njerëzit e besonin shumë. Në fakt ai vitet e fundit, duke filluar nga viti 2008-2009, me një fjalë deri në vitin 2011 kur vdiq, ai ishte tmerrsisht, me një fjalë, nuk kishte kohë nga njerëzit që shkonin tek ai, i puthin duart, këmbët, dhe të gjithë i bënin dhurata për një fjalë që ai thoshte. Dhe çfarë bënte ai gjatë asaj kohe? Për t'i tërhequr më shumë njerëzit, bënte iluzionistin. E dëgjuat mirë. Bënte bënte truke që u zbulua, siç ju thash, sepse çfarë bënte ai? Gjëja
shfaqte flori në dorë, apo varse floriri, apo gjëra gjithmonë sende floriri, që gjoja Perëndia i kishte dhënë forcën këtij që të materializonte sende të çmuara. Dhe njerëzit çmendeshin se kujtojnë se ishte e vërtet. Ai i nxirte nga mëngët ose i vendoste aty ku ulej, nën jastëk, sepse ulesh në një shilte apo jastëk, i nxirte nga aty apo tek mbas flokëve, apo edhe pas qafës. Me fjalë, gjente vende ku i fuste e ndihmonte dhe ndonjëri që i bënte ato xhepat e vogla, dhe kështu e bëri. Dhe njerëzit besonin vërtet, besonin që ai, sepse e bënte si gjëja, tregonte duart bosh dhe pastaj materializonte floririn. Dhe njerëzit filluan që ta besonin se ai kishte më shumë se 1.100.000 njerëz që i shkonin pas. Bile shumë prej këtyre i bënin dhurata. Ai tashmë kohët e fundit, nga siç ju thash, nga viti, duke filluar nga viti 2005, 2006, pastaj 2008 e sipër, filloi që të pranonte vetëm flori. Nuk pranonte më sende të tjera, pra para apo gjëra tjera. Jo. Pranonte flori. Dhe kështu që me kalimin e kohës u bë një nga milionerët e Indis. Pikërisht ky Sai Baba, që thoshte gjithmonë dhe predikonte Zotin, predikonte Perëndin, dhe Perëndia i kishte dhënë forcën, gjoja sigurisht e një indriçuar ose Illuminati. Por ç'është e vërteta, pastaj kur u zbuluan këto të vërtetat, donin, me fjalë, kishte ardhur, ishte bërë emri i tij kaq i madh saqë nuk mundeshin që ta arrestonin. U përfol shumë, por nuk mundën që ta arrestonin pikërisht pra sepse kishte miliona njerëz. Dhe njerëzit e besonin. Pra që mos të bëhesh në një revolt e madhe, ose në një dëm i madh, pra nga njerëzit, ata menduan, pra shteti mendoi që mos ta gjurmonte dhe ta mbulonte këtë histori. Mirë po, pas vdekjes së tij, zbuluan në rreth 11 llogari bankare. 11 llogari bankare. Në Indi zbuluan 3-4 në emër, një apo dy në emër të tij, pastaj në emër të familjarëve, kurse të tjerat llogari ishin jashtë vendit. Dhe në të gjitha këto llogari parafërsisht bëheshin mbi 200 e ca milion dollar. E dëgjuat mirë. Jo shifra budallëqish, po miliona dollar. Tani doja t'ju pyesja juve. Pra t'ju bëj pyetjen e mëparshme si e fillova. Çfarë mendimi keni për këta predikatorët, ose këta gurut, ose këta që thonë që kanë lidhje ose kontakte me Zotin? Duhet të dini, pak nuk do të them atë që di unë, duhet të dini që ata që kanë vërtet kontakte dhe janë vërtet të pastër në shpirt, nuk kërkojnë para. Bile nëse ti mundohesh që të japësh para, thonë kthej mbrapsht. Dhe në qoftë se gjeni këta njerëz që janë shumë të rrallë, atëherë tek këta mund të besoni. Por jo tek ata që thonë që janë bijtë e Zotit, apo kanë kontakte apo janë në lidhje me ëngjëj apo me Perëndi, dhe pastaj lëvrojnë miliona para ose ndihen keq kur ti nuk i lë para. Nuk janë asgjë. Janë thjesht materialista që përdorin njerëzit vetëm për të pasuruar. Po ja u them sepse ka edhe në trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mallzi, ka gjithandej. Po ja u them, e përsëris edhe një herë, sepse ka dhe vazhdojnë ende sot. Pra kush bën vërtet diçka, nuk kërkon para. Kështu që sa herë më thonë mua për shembull që më bëj një video për këtë, të jap sa para të duash, t'ju tregoj emaile pa fund për këtë, dhe mesazhe pa fund, dhe asnjëri them mbaj për vete para sepse nuk i dua. Nëse njëri e meriton, i bëj videon dhe kaq. Dhe nuk është se të gjithë kemi nevojë për para, gjithsekush, sepse ne punojmë, të gjithë punojmë. Mirë po, në këtë rast, misioni secilit, në këtë rast imi, është u vetëm të ndriçoj me aq sa mundem, me fjalë të ndez shkëndijën, dhe nuk mund që nuk po krahasohem me Sai Babën ose me të tjerë, absolutisht jo. Po them misionin tim, që unë mundohem që të ndriçoj ose të
të informoj njerëzit me aq sa unë di, por unë kam mësuar nga ju dhe ju mësoni nga unë në sjelltas, ndaj dhe vazhdoj ende sot me këto informacione. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe më thoni në vendet ku ju gjendeni, ose sa me fjalë nëse keni parë dhe njohur njerëz të tillë dhe sa njerëz të tillë njihni në trojet shqiptare ose dhe aty ku jeni, pra si këta predikator, dhe që kur shkon duhesh t'i lësh para. Pres komentet tuaja. Kaloshi bukur.